Pak njerëz në Kosovë arrin të bëjnë dallimin nëse lajmet e cilat i lexojnë në përditshmërinë e tyre janë të prodhuara nga burimet ruse të dezinformimit apo mediat propaganduese të ISIS-it. Në përditshmërinë normale brenda një dite të zakonshme, qytetarët e Kosovës lexojnë informacione se vendi po shkon drejt luftës ndërretnike e që bota po përmbyset. Paralelisht me lajmet e frikës, qytetarët marrin porosi se Putini po ushtron fitnes dhe po mban Kur'anin në tavolinën e tij. Me pak klikime, qytetari do bombardohet me mesazhe se qeveritë demokratike janë haram dhe se liderët e korruptuar duhet të zëvendësohen me lider që udhhiqen mbi parimet fetare. Këto mesazhe e shumë mesazhe të tjera në fund të ditës kanë vetëm një qëllim. Kosova duhet të shpallet një projekt i dështuar. Provat na tregojnë se përplasjet e dezinformatave botërore e lokale në Kosovë, për fat të keq, kanë prodhuar konflikte që kanë rezultuar me vrasje e krime të urrejtjes. Që nga nisja e projektit për ndërtimin e shtetit multietnik e deri më sot, qindra qytetarë të Kosovës janë viktima direkte të dhunës fizike, e cila është motivuar nga strukturat e sofistikuara të dezinformimit. Vrasjet e mbi 100 njerëzve dhe lëndimet e qindrat e tjerëve kanë ndodhur në ngjarje kriminale, të cilat u nxitën nga urrëtia e përhapur duke përdorur narrativat dezinformuese. Problemet me dezinformatën nisën më njëherë pas përfundimit të luftës në vend. Mbi bazën e rezolutës 1244 në vend u instaluan 2 misione që synonin ruajtjen e paqes dhe administrimin demokratik të vendit. Që në nisje, dezinformata ruse nisi të shpallë këto 2 misione si jo kompetente për të ruajtur sigurinë në vend. Në mira mesazhe dezinformuese, NATO u portretizua si mision që dështonte në ruajtjen e sigurisë, ndërsa UNMIKu si mision që nuk mund të qeverisë të vendin dhe të ruante serbët nga sulmet etnike. Normalisht vija kryesore ku do të zhvillojë përplasja ishte nxitja e tensioneve dhe siguria në mes komuniteteve. Paralelisht me këtë konflikt, një plagë tjetër, por shumë serioze, nisi të merrte hap. Ekstremizmi religjioz islamik filloi të rekrutante për krahasit e parë. Nga radhët e vehabistëve, salefistëve, Al-Qaida, ISIS-i e disa grupe të tjera radikale arritën që të shpërlanin trurin e muslimanëve të Kosovës dhe t'i bindin ata për një luftë që ata e quanin luftë të shenjtë. Provat tregojnë se dezinformatat nacionaliste dhe ato religjioze motivuan kriminal për të bërë vrasje të pafajshme, përfshirë këtu ushtar, polic e zyrtar institucional. Lufta la prapa një proces të hapur konflikti, i cili krijon ndasinë në mes komuniteteve si serbët dhe shqiptarët. Në konflikte të tilla, merimongat e dezinformimit përdoren konfliktin ndëretnik për të përqarë dhe motivuar dhunën ndëretnike. Qasja e Rusisë ndaj Kosovës kërkon një analizë pak më të thellë dhe jo vetëm përmes dezinformatave apo përmes shpërndarjes së lajmeve të rrejshme. Do të thonë kjo nuk bëhet vetëm nga mediat ruse, siç janë Telegram, Sputnik, Russia Today, të cilat kanë, siç e dim, baza edhe në Serbi. Mjetet të cilat Federata Ruse i përdor për të shpërndarë dezinformata, do të thonë informata të qëllimshme dashakeqe ndaj Republikës së Kosovës, janë edhe përmes vetë deklaratave zyrtare të përfaqësuesve politik të Rusisë. Edhe sulmi kryesor që i bëhet, domethënë, është kjo, dëshira ose tendenca me paraqit Kosovën si një shtet të dështuar, i bën që në fakt perëndimi ka dështuar në Kosovë. Perëndimi ka dështuar në përqimin e vlerave që ata i kanë pas, në krijimin e një shteti funksional, demokratik, që i respekton të drejtat e pakicave, sidomos komunitetit serb. Synimi kryesor i dezinformatës që e kanë për synim Kosovën është ngjallja e frikës të qytetarët se një konflikt është afër, se një konflikt ndërretnik do të ndodhë. Kryesisht merren incidentet e vogla që munden me ndodhë në të dy taboret. Pra, merren incidentet e vogla, smadhohen dhe tentohet me u paraqit kjo si një konflikt i mundshëm. Në 25 vite,
Vija kryesore një krize apo luftje apo përballje globale u përcaktua të jetë ura e Mitrovicës. Në Mitrovicë dhe për rreth urës, vendi regjistroi dhjetra të vrarë, përfshirë punonjës të misioneve ndërkombëtare, të cilët u vranë në konfliktet ndërretnike që u zhvilluan në këtë zonë. Në dy anët e urës u thirrën qindra protesta, të cilët edhe sot e asaj dite nuk u dihet se kush i organizoi. Por rezultatet janë të qarta. Dy anët e qytetit u përballen me armë, gur, shishe e shumë mjetet të tjera, të cilat u thirrën nga burimet të panjohura. Mitrovica u posljednjih 26 godina manje više bila konstantan izvor tenzija i uvijek je bila tačka negde sporenja i neslaganja između Albanaca i Srba. I kao takva, naravno, bila je konstantni izvor tenzija, od kojih su neke bile nasilne, pa čak je bilo i oružanih incidenata u posljednjih 26 godina. Marsi i vitit 2004 ishte një ngjarje që askush deri më sot nuk i ka dhënë një shpjegim të qartë pse ndodhi. Për muaj me radhë në vend u mboll një pakënaqësi për misionet ndërkombëtare dhe u motivua hakmarrja ndërretnike. Protestat që përfunduan me mbi 20 të vrarë nuk dihet se kush i ftoi dhe kush i organizoi. E tëra çfarë konstatohet është se pakënaqësia nisi shumë më herët, ndërsa për ngjarjet u përdor vetëm një shkëndi. Po kjo pjesë e luftës speciale. Na e dim se si ka fillu protesta. Protesta fillon në Mitrovicë. Në fillon vërtet, fillimisht në Prishtinë. Kemi harru ato që kemi bë protesta para ju e nimikut patsore. Ku kemi kërku që në atë kohë ka qenë një grupi njerëzve që ka kërku që ju nimiku të largohet e kështu me radhë. Kanë qenë patsore. Fillimisht. Protestat në Prishtinë kanë qenë patsore. Mandej, ka ardhur rasti i Mitrovicës. 10 ditë para se të ndodhin të ngjarje. Dhe unë paralajmërova që unë miku është udhëheq keq, edhe që ka rrezik që shpërthejnë trazira, këfori duhet me hap sytë se po mendoj mos me leju situata me dalë për kontrollit, sepse mundet me pasë pasoja shumë të mëdha. Mirë po një gjë e di, që në atë kohë ka qenë planifikuar edhe një aksion i këforit që të merret me strukturat paralele të Serbisë në Kosovë që është dashur të ndodhë mas një javë. Dhe krejt kjo skema ndaj ka ra për toke. Kjo është një prej informacioneve cilat e di edhe ato e di pi burimeve ndërkombëtare të këforit. Elementi i dytë është që në këto protesta ka pas përzim edhe shumë elemente të radikalizmit islam në Kosovë. Edhe elementi i tretë është që ka mujt jenë përzim edhe shërbimet inteligjente cilat nuk ja kanë dashur mirën Kosovës. Kjo është që ka mund të thuhet për 2004-ën. E tash në burg, po jo ndenu njerëzit, jo ndenu ata që i kanë bërë damet, po ju ata që e kanë organizuar, realisht që e kanë shty krejt këtë punë me u bë. Po me ato viktima, Kosova jo vetëm që sfitoi, por edhe humbi shumë politikisht, dhe të gjitha kompromiset që ma vonë u bën në Vjenë, që janë në dëm të Kosovës, ishin rezultat edhe i këtyre ngjarjeve. Me thirrje nga burime të panjohura, mira njerëz u përfshinë në një trazire cila sulmoi të gjitha komunitetet dhe të gjitha misionet ndërkombëtare e vendore që ishin në vend. Protesta nuk ishte ledet. 20 vite më vonë, askush nuk arrit të emrojë se kush ishte organizatori, dhe ndërsa në të dhënat e gjykatave të dënuar mbetën vetëm kryerësit e akteve. Por ajo çfarë është më rëndësishme, nuk u arrit që asnjëherë të gjendej organizatori dhe orientimi i tij ideologjik. Me shumë viktima dhe dëme, Marsi do të pasojë me incidentet të tjera ndërretnike,
të cilat varësisht nga situata edhe shënuan viktima të tjera. Organet e sigurisë vazhdojnë të regjistrojnë iniciativa që protestat e ngjashme në dhe përreth Mitrovicës të përfshihen shumë element të rrezikshëm. Në Policinë e Kosovës për vite me radhë ekziston një departament special i analizës. Ato analizojnë mesazhet që shpërndahen në diskursin publik në Kosovë për të kuptuar se cilat janë qëllimet dhe veprimet në terren. Ky departament ka konstatuar situata që protestat e caktuara në dhe përreth urës së Ibrit u thirrën nga grupe shumë të dyshimta. Kjo është një çështje që e kemi vrejtë dhe kemi ngrit në vazhdimsi dyshimet tona, sidomos shpesh herë kemi disa postime nacionaliste dhe në aspektin postime shqiptare që një farë forme nxisin dhunën. Dhe në shpesh herë ekzistojnë dyshimet e bazume që prapa aty në qëndrojnë elementet tjera për një vendit tjetër që synojnë të apërdorin nxitjen e problemeve ndëretnike ose problemeve etnike mes dy vendeve. Në një farë forme në qofë se synojnë një shembull konkret të ndërmarr, po flasëm për kohën para barikadave të vitit dhjetori 2022, ku në kohën ku përbes disa platformave të rrjeteve sociale, synohet ose bëhet thirrje për një protest me simbole shqiptare që ndërmerret te ura kryesore e lumit Ibër. Dhe qëllimi kryesor përveç protestës, përveç thirrjes për protestë, nuk është që protesta tjetë e përqendruar vetëm në urën kryesore, po i bëhet thirrje protestuesve që të synojnë që deportojnë edhe në pjesën veriore. Të dhënat zyrtare tregojnë që në 2 vitet e fundit në Kosovë pati një rritje të arrestimeve për nxitje të urrëties ndërretnike. Një gjuhë ashpër polarizuese e provokuar nga aktorë të jashtëm e të brendshëm i dërgojnë në burg hiç më pak se 20 qytetarë të Kosovës. Ata u arrestuan në vepra të cilat ngjallin urrëtie ndaj njëri tjetrit. Për dallim prej disa viteve më parë, kur ekskluzivisht kjo drejtori merrej më tepër me ky departament merrej më tepër me rastet e radikalizmit fetar, themi religjioz, vitet e fundit fatkeqësisht jemi përballë me shumë raste, të cilat trajtohen akoma si ekstremizëm etnik, e që vije pikërisht nga pjesa veriore e Kosovës, për çka opinioni vërtet jo vetëm që ka tashmë njohuri të mjaftueshme, por që edhe është një brengë e madhe për gjithë popullatën e Kosovë. Në vitin 2023, Kosova u përball me sulmin terrorist të Banjskës. Një plan paraushtarak për të vendosur një njësi militare në zonë, padyshim se kishte edhe një plan të dezinformimit. Për muaj të tërë, para se të ndodhte sulmi, qytetarët u bombarduan me informacione të rreme, të cilat synonin të shkaktonin frikë dhe të shfaqnin në vazhdimsi plane për situata të luftës. Banjska, sulmi si sulm nuk ka qenë një sulm i pa planifikuar, ky ka qenë një sulm i planifikuar mirë, kur kemi pasur edhe çështjen e reagimit që të synohet, që të përdoret, që të interpretohet si çështje reagimit qytetar, jo diçka më e madhe. Këtu të fillu domthon prej ndoshta të duhet veçohet edhe çështja e personave vetë që kanë qenë përfshirë në kuadër të sulmit terrorist. Domthon është synuar që shumica dërmuese këtyre personave ka qenë qytetar ose shtetas të Republikës Kosovës. Kemi parë studime dhe i kemi analizuar një seri të lajmeve cilat
kam pas për synim me ngjall frikën të qytetarët serb dhe kryesisht kjo ka qenë përmes përsëritjes së vazhdueshme të fjalës Oluja. Pra, ai aksioni në Kroaci që serbët i thojnë që ka qenë për qëllim të spastrimit etnik të Kroacisë, ndërsa kroatët i thojnë si shlirim. Mirë po, ai aksion nga ana e Serbisë është interpretuar si qëllim për spastrim etnik. Dhe vazhdimisht është përsërit që një Oluja po përgatitet edhe në Kosovë. Dhe kur po them një Oluja, kjo është përsëritur edhe prej politikanëve serb, por pastaj është shumë fishu prej medjave sociale, prej postimeve në rrjetet sociale, prej postimeve në portale. Dhe pastaj këtë dezinformat që ata e kanë shpërndar, e kanë përdorur si argument që me dërzu kërkesën të NATO për mi këthy turva serbe. Pra, nëse analizon komplet dezinformatën, gjithmonë e kanë një fushat, pastaj merret veprimi politik që synohet me krijuar ndikim. Dhe kjo analizë është bërë për rastin e krizës që ka ndodhur në 2022 gjatë atyre çështjeve të targave dhe e kemi parë pasru kulmimin me kërkesën e Vučićit dhe përgjithsisht dezinformata e ka këtë synim. Pra, njëherë krijojmë narrativen, e krijojmë terrenin, e krijojmë mosbesimin e qytetarëve në institucione, për shembull në policinë, në institucionet e Kosovës, dhe pastaj vjen një kërkesë e cila synon me kthy ato në gjendje politike. Po të analizojnë në mënyrë profesionale raportimet gjatë sulmit të Banjskës, është të qartë që kishte edhe një plan të dezinformimit të opinionit. Analizimi i përmbajtjes së publikimeve të asaj dite dhe ditëve në vijim konstaton disa fakte shumë të rëndësishme dhe shumë shqetësuese. Në pjesën më të madhe të mediave në Serbi, në orat e para pati një heshtje të pashpjegueshme. Trendet e publikimeve në ditë tregojnë që dezinformatat e para nisën të prodhoheshin në gjuhën shqipe, pra jo në gjuhën serbe. Gjatë gjurmimit ton, kemi konstatuar se dezinformata e parë nis të publikohet në orën 9:08 minuta. Aty, verifikuesit e fakteve konstatuan se në media në gjuhën shqipe ishte publikuar lajmi se pas vrasjes së policit Afrim Bunjaku, KFOR-i kishte marrë kontrollin në Banjsk. Normalisht ky lajm i rrem konstatonte në mënyrë shumë perfide që shteti i Kosovës kishte kolapsuar dhe KFOR-i duhet të merrte kontrollin në zonë. Mesazhi i rrem se KFOR-i mori kontrollin do të pasojë me mesazhet e tjera të rreme. Brenda asaj dite, gjurmuesit e dezinformatës do të konstatonin një trend të rrem të rritjes së numrit të viktimave. Gjatë ditës, në 10 platforma në gjuhën shqipe u publikuan mbi 100 përmbajtje të pavërteta, të cilat në mënyrë artificiale e rritën numrin e viktimave. Në të njëjtën kohë, ky mesazh do të transmetohej edhe në televizione, duke rritur numrin e të vrarëve deri në 11 persona, zakonisht duke përdorur si burim disa influencerë. Në ndërkohë, lajmet e rreme vazhduan të plasoheshin edhe për situatat e tjera. Shembull, dezinformata synoi që ta sulmoj versionin zyrtar të policisë së Kosovës, i cili pretendonte dhe kishte konstatuar me prova forenzike se polici Afrim Bunjaku është vrarë me minë të telekomanduar. Një dezinformat synoi që ta sulmoj këtë version zyrtar, duke pretenduar që Afrim Bunjaku ishte vrarë nga një predhë e hedhur nga një zoll. Hulumtimet e mëveshme do na tregonin se kishte një plan që nëpërmjet influencerëve, i gjithë grupi i Banjskës të shpallej si një grupim qytetar e jo grupim terrorist. Hulumtimet e mëveshme do nxjerrnin në pa se të paktën njëri nga influencerët, i cili është i komunitetit shqiptar, ishte financuar direkt nga strukturat paralele të Serbisë, të cilat kishin operuar ilegalisht në Kosovë. Kemi raste të shumta kur narrativa dezinformuese e prodhuar në Beograd ose nga ana e Kremlinit përfundon e paketuar dhe publikuar në gjuhën shqipe nëpër portale të njohura ose sidomos nëpër faqe të krijuara që shpërndajnë kontent shqip. Dhe këto ose i bojnë me vedi ose pa vedi. Nuk po du, sepse nuk kemi bërë një analizë me pa nëse ka ndonjë përfitim financiar për tyre direkt për shpërndarjen e këtyre informacioneve. Mirë po kemi pa lajme të tilla që publikohen edhe nëpër mediat në gjuhën shqipe. Mirë po ajo që është më e rëndësishme është që
çështja e nxitjes së dezinformatave ndëretnike shpesh herë bëhet pa vedije për shumë portaleve në Kosovë, duke synu që me portretizu ushtrin tonë shumë të fort, që na jena të ju armatos për me luftu Sërbët, për me luftu Vučićin, që kinë se kur të blendi që ka Kosova na e armatim, i qojnë selam Vučićit, që kjo nuk është të vërtet. Sepse shtetet, kur armatosën, kur të blenë armatim, jenë çështje bazike për sigurinë e tynve. Kjo ka qenë e shprehun Kogjanjo një vit ka qenë ma herët, që është pregatit tereni për këtë sulmin që ka ndodhë në Banjsk. Pikrisht është në vitin, më zgabofsha, dhe në 2022 të ndodhi Banjsk apo jo. Një vit ma herët në shtator të 2021-ës, Vučić e ka majt një fjalim në parlamentin e Serbisë, në cilën pa të thanë që në veri janë njerëz me uniforma, që gratë po i përshëndesin, njerëzit janë të gëzuar që ata do të binë lirinë e kështu me radhë. Mjafton të kenë informacione që u ashton atyre bindjen se nuk mund të jetojnë bashkë. Edhe që të marrë informacione që shteti i Kosovës është me dy par standarde karshit i dyve, sepse edhe pse ishim shumicë, për vitet të tëra, shumica shqiptare në Kosovë mund të ketë fituar bindjen se mund të jetë rrezikuar nga pakicat tjera etnike, posaçërisht nga pakica sërbe për shkak të Serbisë në veri. Dhe pastaj edhe rreziku tjetër i këtyre dezinformatave është se ne kemi një sër komunitetesh tjera të cilat janë aty dhe janë pothuajse të padukshme për shkak të këtij fluksit të madh të informatave, dezinformatave që qarkullojnë për Serbët dhe për shqiptarët dhe për Serbët dhe për shqiptarët, ndërkohë që ke Bosnjak, ke Turq, ke Ashkali, ke Rom, e të tjerë të cilët janë qytetarë të barabartë të këtij vendi dhe të cilët po ashtu do duhet ta kishin vëmendjen, por edhe hapësirën publike dhe mediatike për identitetin e vet, në mos jo vetëm për problemet e tyre. Autoritetet e Kosovës ende nuk kanë arritur të gjurmojnë plotësisht burimet e financimit të platformave dezinformuese. Përjashtim bën arrestimi disa agjentëve të BIA serbe apo shërbimit inteligjent, por ende nuk janë zbuluar transaksione direkte tek influencerët të cilët ndërtojnë dezinformatët. Në një dosje hetimore të prokurisë speciale është zbuluar një plan për destabilizimin e Kosovës në vitin 2018. Ky plan nuk ishte hartuar në Serbi, por vinte nga një burim tjetër destabiliteti. Organizata terroriste ISIS kishte përgatitur një skenar që i ngjante filmave aksion, por që ishte shumë afër të zbatojë në praktik. Abu Ahmed, shefi i inteligjencës së ISIS-it, kishte ideuar një sulm në Kosovë që synon të shkaktonte tensione ndëretnike. Sipas dosjes së prokurisë speciale, Ahmed kishte siguruar fonde nga Kirgjistani dhe Rusia për të financuar një grup terrorist në Kosovë, i cili planifikante që në ditën e Vidovdanit, një festë nacionale serbe, të sulmonte kisha ortodokse dhe disa diskoteka në zonat e banuara me serb. Ky plan i zbuluar nga autoritetet e Kosovës përfshinte edhe shqiptarë të ISIS-it, si Lavdi Muhaxheri, Ridvan Haqifi dhe disa persona të tjerë të cilët janë gjykuar në Kosovë. Grupi sipas të dhënave të prokurisë speciale kishte pranuar 9.000 euro për të blerë eksploziv nga një burim në Gjermani, ndërsa personi që siguronte mjetet financiare i kishte marrë ata para në një kontakt i cili vinte nga Rusia. Qëllimi i të gjithë kësaj nisje apo këtij operacioni të sulmeve të mëdha ishte nxitja e tensioneve ndëretnike në vend. Pra, thënë më qartë, duke shkaktuar kaos në vend dhe atë kaos ndëretnik, ISIS-i kishte hartuar një plan të qartë të merrte kontrollin në vendin tonë. Të gjitha këto shikues të nderuar që po i flasim, janë të dokumentuar në dosjen e prokurisë speciale, e cila tashmë ka kaluar edhe filtrin e gjykatës, dhe personat e përfshirë në këtë rast tashmë edhe janë dënuar. Kur flasim për ISIS-in, do narrativa aty në është atë shumë mirë
e organizuar dhe i kushtohet rëndësia dhe shumë detajeve, ndoshta që për shumë njerëz do të jenë shumë të vogla, por që kanë tek audienca mund të ketë një rol shumë të rëndësishëm. Realisht, ISIS-i nuk e ka targetu vetëm personat, o vetëm t'i siguroj vetëm personat që do t'i shfrytëzojnë vetëm për qëllime kauzave, të mbështetjes kauzave tyne të luftimit, por njëkohësisht krahas asaj është mundu që të paraqes edhe ka bërë thirrje të vazhdueshme, domethënë që kanë qenë edhe thirrje të hapura për gjithë njerëz, për gjithë muslimanët, si kanë thujtë që të shkojnë edhe të jetojnë në shtetin islam. Domethënë në farë forme, shpallja ashtu quajtur shtetit islam që është bën në qershor 2014, ka qenë edhe një ndryshim i kauzës të ISIS-it. Domethënë që ka fillu që të mundohet që ti motivoj ose që ti josh njerëzit edhe profesioneve ndryshme, po edhe qytetarë tjerë që të shkojnë edhe të jetojnë në shtetin islam. Muj me thonë që ka pas dezinformata brenda një rrethi relativisht të vogël në Kosovë, po që ka pas impakt bajage të madh, edhe kjo ka ndodhë në një periudhë të caktuar kohore mas shumti, domethënë pikun e ka mri para dhe gjatë luftës në Siri, dhe ka qenë e bazuar në një kombinim të lajmeve trame, teorive konspirative, edhe narrativave fetare, të cilat janë shfrytzu ose keq informimit fetar, ma mirë me thonë, kjo është termi më i saktë që muj me përmend. Qëllimi kryesor i këtyre, domethënë i këtij lloj kombinimit të këtyre tri lloj narrativave, le të themi ashtu, ka qenë me paraqit sistemin e Kosovës, sistemin demokratik të Kosovës dhe pluralist të Kosovës si anti-islam në thelb. Kjo ka qenë domethënë ajo që ka mujt me vrejtën si një prej narrativave kyçe ose mesazheve kyçe që janë mundu me shty përpara në atë periudhë, po edhe sfundi, edhe kohëve të fundit po ashtu. Kjo ka ndodhur me njerë në 99, me hyrjen e këtyre grupeve cilët kanë ardhur nga vendet e Golfit. Dhe po them, domethënë ka pas edhe organizata të tilla cilët kanë qenë edhe të ndërlidhura me Al-Qaidën. Edhe por çuditërisht edhe atë kanë ardhur këtu, kanë ardhur me shumë më të mëdha të hollave. Situata në Kosovë ka qenë e dim që ka qenë në 99. Kosova ka qenë e shkatruar. Edhe mandej kanë fillu të hyjë literatura edhe të bëhen shkolla koranike, shkollat Kuranit i jashta Bashkësisë Islame të Kosovës. Po ashtu edhe brenda Bashkësisë Islame të Kosovës ka fillu që të rritet numri i themi klerikëve, cilët kanë pas qasje të tillë, do me thonë të vahabizmit edhe salafizmit, disa prej tyre përfundu në burg mandej, apo kënë në procese gjyqësore. Të ne si musliman, në fenë tonë, në Kur'anin tonë, ekzistoj një mori citatesh, të cilat të nxisin në atë që ne edhe ne si fetare, si hoxhallar, po edhe njerëzit në përgjithësi e shpërfaqin si breng që është verifikimi i lajmit. Madje edhe ju gazetarët këtë punë e keni prej pikave kyçe në profesionin tuaj ose në fisnikrinë e profesionit tuaj. Dhe Zoti i plotfuqishëm në disa prej atyre citateve në mënyrë urdhërore na orienton që lajmet t'i verifikojmë edhe të mos i marrim të mirëqena në të gjitha situatat. Në anën tjetër, dietarët e Islamit pastaj kanë bërë përpjekje të ndryshme duke i klasifikuar thëniet e pejgamberit alayhis salam, edhe kanë bërë rregulla të verifikimit edhe të transmetimeve të kësaj natyre. Sidoqë tjetë kur vim në praktikën dhe përditshmërinë tonë, çuditemi se sa ka depërtuar kjo gatishmëria e njerëzve për të thënë çka do të qoftë. Edhe unë mendoj se dezinformatat, lajmet e rreme, deri te ato të cilat nxisin urrëtie, nganjëherë e rrezikojnë edhe sigurinë, e rrezikojnë edhe rendin kushtetues.
Realisht, kur flasëm ndoshta për kohën kur ka filluar shpërndarja këtyre ideologjive, ndoshta në atë kohë nuk ka qenë edhe njoftë ISIS-i, si nuk ka qenë skenë domoni për hapun në atë kohë, por ka filluar si çështje e shpërhapjes të ideologjive ndryshme. Ndërsa nëse fokusohemi te trendi aktual me cilin jemi për momentin, domon shohum narrativa ndryshme, sidomos që pështet, domon tash në këtë kontekst të flasëm edhe ISIS-in, domon ke shumë narrativa që mbështesin janë ose mbështesin ideologjit që vëllhiqet ose që menaxhohet prej ISIS-it. Kjo për arsye shumë ndryshme që një prej faktorëve kryesorë ose prej çështjeve kryesore që i ka ofru ISIS-i është edhe aspekti që e quajnë ata gjihadi online ose gjihadin përmes platformave online që kushtojnë shumë rëndësi të madhe të aspektit të shpërhapjes të ideologjive edhe në qëllimin e rekrutimit, ndoshta edhe që ndikojnë me ideologji për identifikimin për rekrutim të matutjeshëm. Kjo ka qenë një prej mesazheve kryesore, me thonë, sulmi ndaj sistemit, fillimisht ndaj demokracisë si sistem politik, për shkak se sipas tyre demokracia nuk është në përputhje me vlerat ose me ideologjinë e tyre, është rregull shoqërore, është sistem politik i cili mundson ligjet krijuara prej njerëzve dhe jo prej Zotit, rrjedhimisht është edhe anti-islam. Ekziston ashtu quajtur departament mediatik, s'po ku ka ekzistuar por në kohën e ISIS-it, e cila merret me çështjen e përhapjes tyne ideologjive. Këtë kontekst kemi shumë faqe, ndoshta është shumë platforma ndryshme që në farë forme janë të, si të them, të autorizuar prej ISIS-it që të merren me përhapjen e këtyne ideologjive. Dërsa çështja e përkthimit po besoj që në shumë raste bëhet edhe gjatë përmes personave ndryshëm edhe brenda vendit apo edhe në vendet e rajonit. Në analizën e juaj, ku janë të bazuar këto faqe që shpërndajnë këtë narrativ? Kanë ndonjë në Kosovë apo në vende të tjera? Kemi pas raste edhe në të kaluar kur kemi gjetë domon që kemi edhe në Kosovë, po ka shumë raste tjera që janë edhe jashtë Kosovës, sidomos vendet rajonit apo edhe ma gjanë. Tu vlen të theksohet që njohuritë teknologjike sot kanë shumë njerëz edhe pothuajse gjitha këtyre platformave kanë më shumë se një administrator. Tash kur po flasim për çështjet menaxhimit të këtyre faqeve, mund të jetë që njëjta faqe mund të menaxhohet prej Kosovës, po njëkohësisht mund të menaxhohet edhe prej dikujt që prej një administratorit që gjendet me një vend tjetër të qoftë rajon apo edhe me një vend tjetër jashtë rajonit. Situata e personave të radikalizuar, sidomos ata që kanë marrë pjesë në Siri, kanë qenë persona shumë të sofistikuar, fjalë pak, e që realisht edhe nuk ka pas mundësi me u siguru ndonjë fjalë më tepër prej tyre. Thjesht, shumica e këtyre personave janë një kategori që flasin pak, nuk flasin shumë, për të mos thënë që shumica prej tyre dhe shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të mbrojtur në heshtje. Kanë të formuluara disa fjali paraprakisht, e njohim se njohim këtë prokurori, këtë gjykat, dhe mandej shfrytëzojnë të drejtën e tyre dhe nuk japin nuk flasin asnjë fjalë sepse e dinë që mund të rrëshqasin dhe të japin ndonjë informacion. Sepse janë shumë inteligjent përkundër faktit që shumica prej tyre nuk kanë ndonjë shkollim të lartë, por inteligjenca e tyre është shumë e lartë. Gjithmonë e kom ngrit zanin, kom thonë qysh ka mundësi një djalë i ri të e pas një hoxh tek i cili e ka mësu fen, i ka qit hapat e parë të fesë. Me elon atë hoxh edhe me u frymëzu prej dikujt mrapa perdës, Facebook ose në çfarëdo rrjeti tjetër.
Kjo ka ndodhë fatkeqësisht. Po ka ndodhë edhe po them edhe ata gjoja të e luftu ekstremizmin që kanë godit aty ku nuk është dashtë me godit, i kanë godit hoxhallarët, anë të gjithë e dim se cili do ekstremizëm, cili do te i kalim, nuk luftohet me aparat të dhunës, luftohet me ide, luftohet me vetëdisim. Ndryshtimi i orientimit, predikim stili tjetër të jetesës, promovim i dhunës si mjet për të zgjidhur lehtë problemet. Këto janë disa prej mesazheve të cilat u promovuan nga rrymat radikale islamike. Rrymat radikale targetuan komunitetet dhe të dhënat tregojnë se disa raste patën sukses. Mbi 400 njerëz rezultuan në Siri dhe Irak, ndërsa brenda vendit Kosova arrestoi rreth 160 persona të dyshuar si planifikues apo mbështetës të grupeve terroriste. Se i përket çështjeve tjera, gjithsesi që ki edhe platformave, edhe tendencave të grupacioneve ndryshme për përhapjen ose të ideologjive, kemi pas më herët edhe të organizatave që kanë qenë lidhur me Al-Qaiden, po edhe çështje edhe në grupacione tjera që merren me përhapjen e tyre ideologjive. Ndoshta mund të veçohet edhe çështja e tendencës të përdorimit edhe ndikimit iranian në Kosovë, e cila është shumë e kufizuar në raport me disa vendeve tjera në rajon. Kjo ndoshta më shumë për shkak të mosqasjes ose një farloj formet kundërshtimit vetë nga populatat si interpretime ose apo si çështje, si ideologji qoftë fetare apo qoftë edhe si vend. Të dhënat na tregojnë se mbetjet e ISIS-it në komunitet dhe në audiencën online vazhdojnë të jenë aktive. Brenda vitit 8 deri në 10 persona arrestohen për shkak se janë shndruar në përkrahas radikal të këtij grupi terrorist. Në hetime, tashmë është zbuluar se financimi i grupit ishte disa drejtimsh. Kishte mjete direkte nga financat e ISIS-it, kishte burime nga njerëz brenda Kosovës, kishte fonde nga Rusia e deri tek vetë financimi. Vitet e fundit, një ish i dënuar si pjesëtar i ISIS-it, u arrestua nga autoritetet e Kosovës me akuzën se ishte duke u paguar direkt nga shërbimi sekret i Serbisë. Por, një lidhje edhe më interesante niste të tregohet në muajt e fundit. Grupet online kanë nisur të promovojnë mbështetjen e Vladimir Putinit për muslimanët si një frymë e dezinformatës e cila synon orientimin e muslimanëve drejt Rusisë. Qindra materialet në gjuhën shqipe janë shpërndarë në rrjetet sociale duke promovuar Putinin në leximet e tij të Kuranit apo vizita në xhami. Qëllimi kryesor i kësaj është që muslimanët radikal të vendit të nisin të përkrahin presidentin rus. Shumë interesant në fakt, për me u studiu kështu si u lumtu se është interesant për mu me u observu, me u vëzhgu. Edhe mendoj që mundet më shpjegu në faktin që edhe Kremlini, po edhe domethënë Putini në këtë rast, po edhe këto grupe, në thelb kanë qenë narrativën e kanë pasur antiperëndimore. Domethënë edhe kur e kanë sulmu, po le ta kontekstualizojmë për Kosovën në këtë rast edhe rajonin e Ballkanit Perëndimor. Një prej narrativave që kemi mujt me vrejt në atë kohë ka qenë edhe sulmi ndaj perëndimit. Për shkak se në një farë mënyre i kanë sulmu organizata të shoqënisë civile, aktivistë të shoqënisë civile, organizata ndërkombëtare, po ashtu që kanë vepruar në Kosovë, kanë sulmu aktivistë të komunitetit LGBTI ose aktiviste feministe, po ashtu direkt duke ju thënë që po dojnë me rënu familjen shqiptare, muslimane, familjen tradicionale, kombin, fen, e tjerë. Edhe në këtë mënyrë i kanë akuzu po ashtu si agent të huaj, e tjera,
diçka që kemi mujt me vrejt edhe gjatë zgjedhjeve të fundit në Kosovë. Edhe këto mendoj që është pika që i bashkon çuditërisht këto grupe mundet me i bashku, domethënë këto grupe me Putinin në idetë të tyre antiperëndimore, anti-BE, po edhe anti-Amerik deri vonë. Mbase në mënyrë specifike nuk mund të kujtohem për këtë di saktësisht që po. Për shembull, ndërhyrjet apo thyerja e objekteve fetare, e varrezave, ka kalu. Në jetën reale ne kemi ditë për shembull që ndoshta thyerja e një guri të varrit ka ndodhur aksidentalisht, por nuk është marrë më kush me atë gjë. Unë e di, si thonë këta, që një lajm i rrem edhe 1000 lajme të sakta nuk e mujnë ma, por megjithatë disa kanë kaluar dhe janë madje me vite të tana janë përsëritur. Është përsëritur për shembull, besoj se të gjithë e kemi lexuar, sepse ka 26 vite tashmë pas lufte që njerëzit flasin se si për shkak të besimit që praktikon dikush merr parë për atë punë. Edhe kjo ka targetu në radhë parë gratë sigurone. Do thot njerëzit aq shpesh ka qarkullu kjo dezinformat, pa asnjë mbulim dhe sot e kësaj dite pa asnjë dëshmi të vetme. Ne kemi gjithë këta gazetarë hulumtuese, gjithë profesionistët që me të vërtet dikush e mban shamin se ka marrë një pak për 300-400 euro. Për shkak ky ka qenë lajmi që nga 2000 deri më sot, ende është aty. Ende mund ta gjesh pas kohë. Dhe paramendoni kur një informatë si kur kjo, dezinformat me bëhet për 26 vite nga shtëpia të ndryshme mediale, nga grupe të ndryshme shoqërore, cilat janë pasojat përpos anatemimi i një grupi të caktuar të grave, marginalizimi tyre, diskriminimi, paragjykimi, dhuna ndaj tyre. Ne kemi pasur edhe raste të shumta të dhunës në rrugë, ku njerëzit pastaj duke i lexuar dhe duke u bindur për këtë i kanë sulmuar vajzat e të tjera. Sigurisht, ky vetëm një nga që më kujtua për momentin. Mos të flas për gratë të cilat kanë qenë veterane të luftës së ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Mos flas për gratë të pakicave, sepse bëhet e pandashme gjithë ky diskutim imi të mos flas pak për edhe gratë të komuniteteve të tjera pakicë, të cilat pastaj kanë disa pragje si tem të vështërsive dhe diskriminimeve për të qenë të barabartë me pjesën tjetër të botës. Kjo i zvoglan mundësitë e barabarta, kjo pastaj hapësirën publike e zvoglan për to zërin e tyre, jo vetëm që e shtrembron, po e mohon tërësisht dhe i bën njerëzit të friksohen, të jenë pjesë e jetës publike, të jenë të barabartë në shoqëri. Ata pastaj po identifikohen si lëvizja e Deçanit, po fillimisht u deklaruan lëvizja për braktisjen e islamit. Paramendo në kërkon në botë s'kam dëgjuar këtë lëvizje të tillë, jo në relacion me islamin, po në relacion me cilin do konfesion, me cilin do besim. Edhe pse duhet me pas lëvizje të caktuar për braktisjen, kur unë për shembull mund të jem ai që jam i interesuar me përçafu islamin. Ti i interesuar me braktisje s'ka problem. Mirë po, pastaj kjo e ka kriju një irritim të madh, e ka prun diskutim kohezionin shoqëror edhe në një farë mënyrë komunikimin e ka bë bukur të elektrizuar. Po thuaj se në nivelin e politikës, fatkeqësisht. Sot për shembull, dikush me marr guximin me shpërfaq një mendim politik në media ose në rrjetet sociale e dim çka bëhet. Gati në të njëjtën situatë kemi ardhur edhe në aspektin fetar, edhe pse unë për shembull nëse flas diçka për besimin tim, kjo nuk duhet kuptohet se besimin tjetër jam duke e shoh. A ka të i kalimin të gjitha fushat edhe në të gjitha anët, ka sigurisht, jam kundër të gjithave, padyshim. Mirë po, kohëve të fundit një gjë e tillë është duke më shqetësuar shumë, edhe mendoj se do duhet të gjithë shqetësohemi para se të eskalojnë situatat. Po u našem slučaju zaista ja sam nemalo i bezmalo šokiran takvim napisima, naravno i stvarima koje se ponavljaju. Prevashodno dolaze, kao što rekao, iz političkog miljeja, međutim jako je tragično to što su pojedini mediji upravo iznijeli takvu jednu potpunu neistinu, naravno, u etar
i pritom bez ikakve odgovornosti, bez ikakvog poštovanja druge strane, bez ikakvog argumenta, ne kažem validnih, nego bez ikakvih argumenta, naravno napadali u ovom slučaju naravno civilno društvo. Kakvi su motivi za toga, to je zaista teško sada u ovom momentu reći, ali sam sasvim siguran, makar u našem slučaju, da će sve ove optužbe, naravno, koje su došle putem medija, iz različitih izvora ili pak od novinara, sasvim sigurno završiti na sudu, jer to je jedini način kada neko mora zaista da snosi odgovornost za jednu vrstu neodgovornog novinarstva i za nešto što je potpuno neistina i što nema veze uopšte sa nikakvim realnim projekcijama. Međutim, daleko je ozbiljnije pitanje zašto se to ponavlja i čiji je cilj, u stvari zapravo diskreditacija civilnog društva ili u jednom momentu naravno i medija, odnosno novinara, jer to su zaista opasni trendovi koji, ukoliko se budu negde odomaćili u javnosti, nose sa sobom ozbiljan rizik ne samo autocenzure, nego čak i povlačenja iz uopšte javnog prostora gde vi u stvari gubite glas kritike i mogućnost da vi utičete generalno kroz nadgledanja bilo politike, bilo drugih procesa političkih, naravno, čime se gubi zaista jako mnogo, ne samo zajednice, nego uopšte generalno celo Kosovo gubi u tom smislu. Tu sa te strane zaista to može da se navede čak i kao pad demokratije generalno, jer su to, kao što rekao, vrlo opasni trendovi koji, makar kada je Kosovo u pitanju, ne bi smeli da se negde naprosto odomaći. Qindra njerëz janë viktima të shumë burimeve të cilat në esencë kanë për qëllim nxitjen e dhunës në Kosovë. Është të qartë që platformat online janë të stërmbushura dhe sulmi ndodhet aty. Ky është dokumentari i tretë në serinë e dokumentarëve që synon të dekonspiroj burimet e dezinformimit në vendin tonë. Në programin e radhës do sjellem një hulumtim të detajuar edhe për burimet tjera të financimit. Ne kaq kishim për sonte, shikues të nderuar. Ju vazhdoni të na shkruani në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës. Mirëmbëjtje.